Në lagjen Savër jetojnë 260 familje rome dhe pavarësisht fondeve përpjekjeve, realiteti ku jetojnë sot komuniteti rom është i vështirë. Mirë ujë këto gjërat, po. Ne s'kemi kanalizim edhe. Shikoj, po rrin kalamajt me në muhabetin nëpër fekale. Del puset e tij del në kanal. Edhe këto me forcat e mia po i kanë bërë që po i kanë ujë atje. S'ka valla. Po shtet, je shtet valla. Institucionin e keni kështuja, beter fare. Mendoni për njerëzit, sepse do i keni nevojën atyre. S'kemi të ardhur neve. Shtëpia pikon, o borri këtu mbushet ujë nga ujrat e zeza se janë qarë. Tubat ato të ujit janë qarë atje se njerëzit. Tani ca që kanë e blejnë ujë, ato që s'kan pinë për qezmat. Nga jo, në për bidonave në kalamajt. Kazani vura unë që po laj robat, s'kam. Si që, burin e kam smuresh me kancer brenda. Kut vete, s'ka. Jo, fare. Iq, me plasmasjeve të quni. Unë 100.000 lek pension kam s'kam. Do marrë hilacet e mija, po do ha me dopim. Mi që na japi veresi e na presin. Bashkia investimet në Savër i ka nisur nga qendra, por në vendin ku banon komuniteti rom, flasin vetpamjet me mungesën e sistemit të ujrave të bardha e të zeza, asfaltimin e rrugës, apo edhe mungesa elementeve të tjerë që e barazojnë këtë pjesë të lagjes me pjesën tjetër.